Avokat, përshëndes, shumë faleminderit për kohën. Qënësi, faleminderit dhe juve. Nuk po kuptojmë dot se çfarë do të ndodhë me formimin e qeverisë së re të Kosovës, mirë dilemat që lidhen me çështjen e koalicionit, po edhe me këto kërkesat e përsëritura nga partitë politike të ardhura kryesisht nga lëvizja vetëvendosje për rinumërimin e votave. Shumë analistë në fakt e kanë parë këtë si një tentativë të qeverisë aktuale për të vjedhur kohë në mënyrë që të ketë më tepër ditë në dispozicion për të zhvilluar ato bisedimet për formimin e koalicionit. Në fakt, çfarë po ndodh? Sa i përket aspektit procedural, të përcaktuara me dispozitat respektive të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, pas përfundimit të përkatësisht publikimit të rezultateve përfundimtare, subjektet e përfshirë në proces përfshirë partitë politike, por edhe kandidatët brenda subjekteve politike, brenda afatit prej 48 orësh kanë pasur mundësi që të drejtohen panelit zgjedhor para ankesa dhe para shtresa në lidhje me pretendimet e tyre, të cilat natyrisht do duhet të ishin të argumentuara, dhe në rrjet të kësaj sot nga paneli zgjedhor para ankesa dhe para shtresa, unë njoftua opinioni se brenda këtij afati janë paraqitur gjithsej 6 ankesa, kuadër cilave natyrisht një tillë sot vetëm u hodh si e pa pranueshme, e pa bazuar në prova dhe argumente konkrete, siç është ankesa e subjektit politik lëvizja vetëvendosje, dhe paneli zgjedhor para ankesa dhe para shtresa është brenda afateve të përcaktuara me dispozitat respektive të ligjit, përkatësisht brenda afatit prej 96 orësh brenda se cilës duhet të marrë vendim, dhe pas kësaj natyrisht subjektet e pakënaqura me vendimin e panelit zgjedhor para ankesa dhe para shtresa mund të drejtohen brenda afatit prej 48 orësh gjykatës supreme të Republikës së Kosovës, si instancë e fundit e cila natyrisht shqyrton pretendimet dhe cila ka afat brenda 5 ditësh për me marrë vendim. Sa i përket ecurisë së procesit zgjedhor, vlen theksohet që i njëjti është shoqëruar me vonesa relativisht të mëdha, që kanë kupton që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si organi mandatuar me kushtetutë dhe ligj ka hyrë në këtë proces i papërgatitur për faktin se kemi pasur ndryshime substanciale të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Prandaj i vlerësoj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me tekst veçantë për sa i përket çështjes së menaxhimit pas përfundimit të procesit të votimit ka dështuar në kryerjen e funksioneve të saj. Ajo që është e rëndësishme është me u konstatu fakti që edhe përkundër këtyre parregullsive, të njëjtat nuk kanë pasur mundësi me ndikuar në rezultat, për çka natyrisht që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Pra, vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës, si shprehur në zgjedhjet të 9 shkurtit, është vullnet mbi cilin natyrisht që tash institucionet përkatësisht subjektet politike vlerësoj që duhet të angazhohen në drejtim të jetësimit të tij. Pra, të kuptoj diçka në thelb, do të kemi më nga këto kërkesat e lëvizjes vetëvendosje për rinumërim të votave? Ka më afate ligjore për këtë? Po. Subjekti i pakënaqur me vendimin e panelit zgjedhor para ankesa dhe para shtresa mund të drejtohet gjykatës supreme të Republikës së Kosovës brenda 48 orësh pas marrjes së vendimit nga ana e panelit zgjedhor para ankesa dhe para shtresa, e ku gjykata supreme si instancë e fundit mund të shqyrtojë dhe duhet ta shqyrtojë dhe të vendosë brenda afatit prej 5 ditësh. Pra, jemi brenda afateve procedurale, tashmë jemi relativisht ka fundi, dhe pas përfundimit të gjithë këtij procesi, pasi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të jetë siguruar që gjitha ankesat e palëve janë shqyrtuar dhe ka marrë vendim organet përkatëse paneli zgjedhor para ankesa dhe gjykata supreme, atëherë bën certifikimin e rezultateve përfundimtare, cilat natyrisht që ndër të tjera i dërgohen edhe institucionit të presidentit të Republikës, i cili sipas nenit 66 të kushtetutës është i detyruar që ta thratë seancën konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës brenda afatit prej 30 ditësh nga momenti i certifikimit të rezultateve. Ndërsa vlen theksohet që seanca konstituive vetëm një moment, avokat, po patëm një lajm zyrtar se u certifikua rezultati i zgjedhjeve, mos gaboj, përpara disa ditësh. Është shtyrë tani të duhet presim edhe një herë zyrtarisht certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve pas këtyre ankesave për ta kuptuar edhe qytetarët? Jo, ka qenë keq kuptim ose keq informim i opinionit, sepse nuk ka pas certifikim të rezultateve, ka pas publikim të rezultateve përfundimtare të subjekteve politike dhe të kandidatëve brenda subjekteve politike, e cilat në referencë të nenit 106 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme
palët e pakënaqura ndaj këtij vendimi kanë pasur mundësi që të ankohen fillimisht në panelin zgjedhor për ankesa, pastaj edhe në Gjykatën Supreme. Dhe vetëm pas shqyrtimit të gjitha çështjeve, pretendimeve, ankesave nga ana e Gjykatës Supreme, edhe pasi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të jetë siguruar që gjitha këto ankesa kanë marrë epilog nga ana e Gjykatës Supreme, vetëm atëherë mund të kemi certifikim të rezultateve. Pra, për ta sqaruar, janë publikuar rezultatet përfundimtare, ndërsa veprimi pasues, pas shqyrtimit të këtyre ankesave nga ana e panelit zgjedhor dhe ana e Gjykatës Supreme, vetëm atëherë mund të kemi certifikim të rezultateve, çka teknikisht me konstatuar është çështje që do të bëhet brenda ditësh. Po, dhe pastaj ka afat, po themi, partia që ka marrë më tepër vota, 30 ditë, për të prezentuar, pra për të përmbyllur çështjen e bisedimeve për koalicion, apo për ta sqaruar? Çështja e bisedimeve natyrisht që edhe prej momentit të publikimit të rezultateve edhe preliminare ka mund të realizohet për faktin se rezultati le themi ato dihej që në le themi ditët e para. Dhe si tillë nuk është që kanë ndryshuar ky përfundimtari në raport me atë. Sa i përket çështjes pas certifikimit të rezultateve, natyrisht duhet me pas parasysh se roli i institucionit e presidentit është i rëndësishëm në drejtim fillimisht të thirrjes së seancës konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës, seancë e cila natyrisht tras aspekteve procedurale ka determinuese çështjen e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit dhe të anëtarëve të kryesisë përkatësisht nën kryetarëve. E në rrjedh të kësaj është kushtetuta e vendit, si dhe dyja gjykimet e gjykatës kushtetuese, të cilat e përcaktojnë se çështja e kryetarit të Kuvendit përkatësisht propozimi e drejta për të propozuar i takon ekskluzivisht subjektit më të madh politik i cili ka marrë pjesë në zgjedhje dhe ka dalë fitues. Dhe pas kësaj natyrisht kalohet në stadin tjetër në fazën e themelimit të qeverisë e Republikës së Kosovës, e cila natyrisht edhe sipas kushtetutës, pra edhe sipas gjykimeve të gjykatës kushtetuese, i jep mjaftueshëm mundësi të parit përkatësisht fituesit qoftë edhe ai kur është relativ, mirë po jo deri në atë shkallë sa ta pengojë le themi themelimin e institucioneve për faktin se natyrisht ka mundësi herën e parë ta bëj mandatarin i cili në rast se eventualisht nuk do të arrijë të sigurojë shumicën prej 61 deputetëve, atëherë natyrisht vjen në shprehje roli ose diskrecioni i presidentit që ta mandatojë një person të dytë i cili do të arrijë ta bind institucionin e presidentit që ka arritur me i siguru 61 deputet së paku që do ta mbështesin në mënyrë që me u shmang procesi i zgjedhjeve. Avokat, falenderoj shumë për kohën, i saktë dhe i përpikt si gjithmonë. Përshëndetje. Kënaqësi, faleminderit edhe juve.